Jemi rikthyer sërish në studio dhe siç lajmërova në fillim, tani do të kemi një lidhje virtuale me zotin Selami Hoti, i cili është nga shoqata Krusha, nga Krusha e Madhe, me të cilin do të flasim për të pagjeturit nga lufta e Kosovës, do të flasim për atë se çfarë është bërë deri më tani për të pagjeturit në Kosovë. Shpresoj ta kemi në linjë. Përshëndetje zoti Hoti. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit ftesë në studio për të na treguar pak informacione dhe sigurisht për të folur për një temë kaq të rëndësishme. Faleminderit juve dhe përshëndetje për të gjithë televizionistit tuaj, faleminderit që jemi në studion tuaj, edhe pse në formën virtuale. Për hir të korrekcisë dua të përmend se unë nuk jam kryetar i Këshillit, koordinues, por jam ish kryetari i fshatit, ndërsa përfaqësoj familjarët e Krushës së Madhe. Krusha e Madhe ka dy shoqata, njëra është shoqata Grave Dreja Krusha, që udhëhiqet nga zona Faria Hoti, dhe tjetra është shoqata Kreshniku, që udhëhiqet gjithashtu nga Krusjania Vera Hoti Krasniqi, që tani jeton në Prizren. Faleminderit sigurisht edhe për informacionet. Ju në fakt jeni edhe një zë mjaft i fuqishëm për sa i përket edhe të pagjeturve në Kosovë, të pagjeturit nga lufta në Kosovë. T'ju pyes një herë nëse keni numra, sa persona konfigurojnë ende si të pagjetur nga lufta në Kosovë, qoftë në Krushë të Madhe nëse keni informacionet, qoftë informacionet në përgjithësi. Do të përpiqem me njohuritë dhe me atë se çfarë unë përfaqësoj të jap opinionit të gjerë, informacione, gjithsesi më mirë të themi gjeneratave të reja, të cilat fatmirësisht nuk e kanë provuar luftën, se në Kosovë gjatë luftës së fundit në Kosovë të viteve 98-99, në Kosovë kanë qenë rreth 6.000 të kidnapuar dhunshëm dhe të zhdukur gjithashtu dhunshëm në vende të ndryshme në Kosovë dhe jashtë asaj, në veçanti në Serbi, në 6-7 lokacione, të cilat vese janë të njohura. Në komunën e Rahovecit, ku edhe përket Krusha e Madhe, i kemë rreth 105 akoma të pagjetur, apo persona për të cilët fati tyre nuk dihet që nga momenti i marrjes së tyre, ndërsa vetëm në Krushë të Madhe, ku edhe unë jetoj me familjen dhe përfaqësoj familjarët e Krushës, fatkeqësisht akoma i kemi edhe 64 të pagjetur, të zhdukur, të kidnapuar, dhunshëm, që nga datat 25, 26, 27 mars të vitit 1999, 4 ditë pasi një ditë pasi që 24 mars filloi bombardimet NATO-ja, që nga ajo kohë, pra janë të zhdukur edhe 64 me 2 raste të ndara, njëri me rastin e profesorit Shinhotit nga burgu i Dobravës, burgu më i sigurt i kohës në atë kohë, dhe nga rasti i pacientit në atë kohë, zotit Fetah Hoti, që ishte i shtrirë në repartin e dializës në Prishtinë. I theksoj këto raste për faktin se Serbia gjenocidale, ashtu quajtëri shtet Jugosllavat herë bashkë me Malazezet, e kishin thyrë të gjitha konventat ndërkombëtare, të cilat do duheshe që të respektoheshin edhe në gjendje lufte. Përndryshe në Krushë të Madhe janë vrarë 241, 241 qytetarë të moshave të ndryshme, 7 fëmijë, 5 gra, njëra shtatzan me 2 binjak, mendoj me binjak, me 2 fëmijë, në bark, fatkeqësisht nuk i ka leju okupatori armik gjenocidal fashiste i Serbia që ta egzoj mëmësim, dhe kemi edhe gjithashtu shumë pleqe, plaka të cilat ato ditë u vranë, u ekzekutuan në format më makabre dhe u dozë.
Shumë e vërtet në fakt, sepse Krusha e Madhe ka qenë një nga vendet të cilet e ka përjetuar rënd pikërisht edhe luftën, janë bërë masakra të mëdha. Unë dua t'ju pyes pak, a janë bërë, ose çfarë progresi është bërë deri më tani, sepse kanë kaluar 26 vjet nga përfundimi i luftës në Kosovë dhe ende kemi njerëz të cilët nuk janë gjetur, nuk e dim ende fatin e tyre, dhe dua të pyes pak çfarë është bërë deri më tani konkretisht, a ka pas ndonjë progres për identifikimin e të pagjeturve, por edhe për gjetjen base të trupave të tyre? Marë për bazë një gjenocid të papar, i cili për herë fundit kishte ndodhur në Auschwitz në luftën e dytë botërore, e njëjta gjë nuk e mendoj askush se pas Srebrenicës, pas Bosnës e Kroacisë do të ndodhë edhe në Kosovë. Dhe ajo çfarë në Krushë ka ndodhur sipas Tribunalit Ndërkombëtar të Hagës për krimin lufte, në atë kohë të udhëhequr nga Carla Del Ponte e të tjerë, në Krushën e Madhe janë 2 krematorium. Në njërin krematorium, në një shtëpi ahur, shtallët tani të ndjerit, Nebi Shala, Haxhi Çerkini, familja e tij, janë tjegur pasi që janë ndarë nga burrat rreth 20 persona, dhe nga ta ka shpëtu vetëm një, i cili ka qenë i zhvendosur në atë kohë nga fshatër e tij Selami Elshani, e që çuditërisht nuk është marrë si dëshmitar në gjyqin e Hagës, edhe pse keni parë sigurisht shkallën e djegjes së tij, gjithsesi edhe deklarimet se si ai ka arritë me Zotin të shpëtojë. Krematoriumi i dytë është në shtëpinë e Nezir Durakut, poshtë fshatit, afër Drinit, edhe aty janë diku rreth 50. Gjitha këto të dhëna i themi në bazë të tribunalit, jo që ne i kemi thënë. Pra janë 2 krematoriume, janë 8 varreza masive, 10 varreza individuale, si dhe duke mos harruar edhe mbledhjen pastaj të kufomave në përfshat dhe si përfshatit, me një kamion të markës Mercedes 508, i cili është nga sigurisht nga serbët lokal, dhe është dërguar në mes të fshatrave Krushë e Madhe dhe Krushë e Vogël, dhe aty është vu zjarri, e që fatkeqësisht edhe aty nuk e dim se sa kanë mund të jenë të djegur, por numri total akoma është 64. Duke i marrë parasysh këto gjëra, ne gjithmonë e kemi konsideruar si familjar se nuk është bërë mjaftueshëm nga të gjitha qeverit e pas luftës dhe në veçanti nga faktori ndërkombëtar, i cili ka qenë lehtësues në bisedime, i cili ka qenë në një formë përgatitës që siç e quajnë ata të bëhet pajtim ndër kombeve shqiptare dhe serb, gjë që me këto politika të ngadalshme, politika të paqarta dhe politika të themi hutuese, jo që nuk kanë dhënë rezultat, po akoma neve si familjar dhe si një shoqëri më e gjerë na bëjnë që mos të kemi besimin në ato se çfarë po ndodhin dhe se çfarë mund të ndodhin, duke shtuar edhe faktet e tjera, sigurisht që është ajo e ikjes së familjarëve, nënave, prindërve në përgjithësi, motra dhe vëllezër të cilët vdesin çdo ditë dhe këto e vështirësojnë akoma më tepër, na e humbin shpresën, edhe pse shpresa tek ne ekziston gjithmonë, për faktin se këta njerëz janë marrë me adresë. Shumë e vërtet në fakt, sepse siç e përmendet ato prindër në fakt ikin edhe pa e ditur mbase edhe fatin që ka përcjellur të bitë e tyre. Pra vlerësoni që nuk ka pasur drejtësi mjaftueshëm për sa i përket të pagjeturve në Kosovë, as nga faktori ndërkombëtar, por as edhe nga institucionet e Kosovës. Sa raste, nëse keni ndonjë informacion, sa raste janë ndjekur penalisht pikërisht për këtë, për të pagjeturit në Kosovë? Arsyet pse jemi të pakënaqur janë sepse rastet edhe ashtu kanë qenë të pakta, edhe pse janë munduar gjithmonë të na akuzojnë se pse ju nuk i identifikoni ata kush kanë qenë, para mendon njerëz të maskuar, apo edhe të tjerë, por dihet se ata janë bërë nga shteti
i ashtu quajtur serb malazes mendimin edhe të Maqedonëve, grekeve, ukrainasve, rusëve e të gjithëve të cilët janë të evidentuar me fakte që kanë marrë pjesë në veçanti në Krusht e Madhe, në komunën e Rahovecit, në rrafshin e Dogaxhinit dhe në tërë Kosovën. Dhe jo kot është quajtur nga gazetarët e BBC-s lugina e vdekjes, pasi që për 3 ditë nga Rahoveci deri në Landovic janë vrarë mbi 1000 njerëz. Dhe këto, çfarë unë i them jo vetëm nga mlefi, por nga faktet që ne i përjetojmë çdo ditë, se drejtësia ka dështu. Fillimisht ajo e Unmikut, pastaj e Oleksit, edhe kjo tjetra tani e Jona, ku ka patur raste, sigur se rasti i 2 kriminalëve në komunën e Rahovecit, që ka qenë Sava Matić fillimisht, ai është liruar, dhe tani para 4 vitesh 5 edhe i Darko Tasić, i cili u dënua me dënim 22 vite, pastaj gjykata jonë e Kosovës ja uli dënimin në 11 vite, edhe pse bën protesta, edhe pse na hudhën gaz lotësjellës dhe të gjitha, ai kaloi me një dënim jo të mjaftueshëm, jo serioz, sepse kjo i bën që edhe ne nesër dalim të bëjmë një krim hakmarrës në këtë rast ndaj armikut tonë, edhe të gëzohemi nëse e marrim një dënim 5 vite apo 11 vite sigur se në këtë rast. Kështu që ne jemi tërësisht të ndinjuar me të gjitha ato pak raste që kanë marrë dënim ose që janë identifikuar. Shumë e vërtet në fakt sepse nuk mund të vazhdohet përpara nëse nuk vendohet edhe drejtësia në vend. Si e shihni edhe bashkëpunimin, ose a mendoni se duhet të ketë bashkëpunim më të mirëfillt edhe mes qeverisë së Kosovës dhe qeverisë së Serbisë për të zbardhur rastet e zhdukjeve? Si e shihni këtë bashkëpunim dhe çfarë mendoni se mund të bëhet më tepër për të zbardhur këto raste? Të shtoj edhe pak, drejtësia është ngushëllimi i vetëm për të gjitha familjet shqiptare që kanë të humbur, për faktin se këta njerëz fatmirësisht në këtë fatkeqësi të madhe kombëtare nuk janë vrarë për prona, por janë vrarë për kufirin dhe për lirinë që dhe populli shqiptar duhet ta gëzojë sikurse edhe kombet e tjera. Edhe po që se nuk ka drejtësi, ose po që se ajo drejtësi është selektive, apo dubioze, ta themi, apo e njanshme, sikur se në rastin tonë, kur në vend se Serbia gjenocidale të dënohet për krimet të bëra, ne sot i kemi njerëz të tanë të cilët dënohen në gjyqin e Hagës. Kemi ushtrinë shlirintare të Kosovës, krerët e saj, krerët shtetëror me 2 kryeparlamentarë, me kryetarin e Kosovës, të cilët edhe pse në ato raste dihet, në ato kohra kur u desht që të organizohet e tërë bashkia ndërkombëtare për të ndihmuar, siç thoshte Zoti Bill Clinton, të ndihmohet një populli të pafajshëm, të pambrojtur, një mision human, dole që me përgatitje të jashtëzakonshme të Serbisë fashiste, gjenocidale, 100-vjeçare, armike e kombit shqiptar, të përgatisin mira, dëshmi dhe tani pjesa për cilën ne flasim të dalë as dytësore për terciare e tutje. Andaj çfarëdo formë bisedave në mes të Kosovës dhe Serbisë, patjetër falenderojmë këto, si ta themi, të gjitha shtytje në veçanti që i ka bërë Komiteti Ndërkombëtar i Krishtit Kush si ndihmëse në bisedime, fillimisht që janë quajtur si humane, këto janë puro politike dhe këto duhet të kenë vetëm përmbyllje politike. Serbia ka dëshmuar që nuk është asnjëherë e gatshme të bashkëpunojë as me Kosovën, pasi që akoma neve nuk na njeh si Kosovë, na quajnë shqiptari, Kosmet Metohia, ndërsa qeveritarët tanë para tyne thonë Zoti Vučić, Zoti Dreq, Zoti Bir, a Vučić është ai i cili ka qenë dhe akoma vazhdon të jetë një pinjoll i Miloševićit, një udhëheqës, një Goebbels i propagandës në luftë, tani edhe udhëheqës i Serbisë dhe
bashkë me të tjerët, çdo ditë na fyjnë, na shajnë dhe ne nuk mund të presim gjë të mirë për tyre. Por atë drejtësia duhet të bëhet patjetër, por të gjenden forma ku të mos lejohet në përkëmbja fyrja e shqiptarëve në veçanti gjatë takimeve me ta dhe duke vazhdu me ngulm që kushdo që vije në qeveri tani e radhës të vazhdoj me presion, me bashkëpunëtor, me shok, me miqët e tanë, gjithandej botës, për të arritur jo vetëm që të kuptohet fati i të zhdukurve të luftës së fundit, por të zgjidhet një herë për gjithmonë ky konflikt shekullor me Serbinë. Njerëzit zhduken çdo ditë, qofshin nga ta quajmë fatkeqësi natyrore, mirë po njerëzit kur merren me adresë dhe zhduken me qëllime në këtë rast politike në shenë urrejtje, hakmarrje, në nënçmimin fyrje, sikur se në rastin tonë që ka bërë Serbia me armiqtë tanë slavë rreth e përqark shqiptarisë, këta duhet një herë për gjithmonë të tregohet vendi. Këta njerëz meritojnë një dignitet. Këta njerëz nëse nuk mund të bëjnë asnjë gjë, së paku duhet ta kuptojnë të vërtetën se çfarë ka ndodhur me ta. Duhet me ngulm të punohet me hapjen e arkivave, sepse Serbia çdo gjë e ka bërë me plane, me programe, me bekim të kishës ortodokse serbe. Ata i kanë bërë edhe me bekimin, siç e thash, të kishës ortodokse serbe dhe me udhëheqjen e të gjitha ekspeditave nga serbët lokal. Kështu që nuk po flasim për një çështje humane siç është përpjek që të trumpetohet kjo si çështje e zhdukurve, po kjo është një çështje politike dhe për atë arsye kemi kërkuar në vazhdimsi ndihmën e Tiranës, involvimin e saj më të thukt, pasi që ne e konsiderojmë se Tirana është meka e politikës shqiptare, ata kanë përvoja në shtetbërje dhe duhet me do e mos të involvohen, nëse ka Serbia drejt të flet për Republika Srpskën, pse Tirana nuk ka të drejt të flas për shqiptarët në Kosovë, për në Luginë të Përshevës, për në Maqedoninë, apo tash Maqedonia e Veriut, apo edhe për çështjen Çame, apo pse mos kërkojmë më tepër nga ish Jugosllavia edhe për të zhdukurit në masakrën e Tivarit. Pra flasim për zhdukje, kidnapime, vrasje, humbje, njerëz pavarur me mira, me vjetra, gjerë tek nishi Leskovci, Prokupla e Toplica gjithandej. Pra nuk është kjo një çështje siç dëshiron dikush ta trumpetoj që është vetëm humane. Humane është patjetër, sepse këta janë njerëz, kanë lënë familje. Sigurisht që duhet drejtësia të vinë në vend, sido që tjetë, duhet më në fund të ketë drejtësi dhe të zbardhet rasti i të pagjeturve. Zoti Hoti, duke qenë se jemi bashkë në fund dhe nuk na lejon më shumë minutazhi për të vazhduar, unë ju falenderoj shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio, që ndatë edhe informacionet që kishit me ne. Shpresojmë shumë që drejtësia që të vinë në vend të gjitha konfliktet në fakt të sheshohen dhe të ketë paçe kudo qoftë në rajon apo qoftë edhe në botë. Kështu që faleminderit shumë edhe një herë që ishit pjesë e emisionit Ftesë në studio. Faleminderit juve, respekt për të gjithë vëllezërit e motrat tona kudo që janë në trojet shqiptare. Faleminderit shumë, mirupafshim. Ju gjatë tjetër. Mirupafshim.